Mungesa e reshjeve të borës gjatë stinës së dimrit ka bërë që në basinin më të madh të vendit, atë të hidrocentralit të Fierzës, kuotat të mos jenë optimale për stinën. Duket se as reshjet e pranverës nuk po ndikojnë në rritjen e prurjeve, duke bërë që hidrocentrali i Fierzës këtë vit të mos jetë në mesatarën e përhershme të kësaj periudhe. Hidrocentrali i Fierzës aktualisht është në kuotën e 281 metër nga 296 që është pika maksimale e këtij të fundit, ndërkohë që prurjet janë vetëm 120 metër kub për sekond. Kuota mesatare e kësaj periudhe duhet të ishte 290 metër, bëjnë të ditur specialistët e Fierzës, të cilët duket se për të përballuar një situatë të tillë kanë filluar menaxhimin e prurjeve me qëllim akumulimin e ujërave në basen. Hidrocentrali më i madh në vend aktualisht po prodhon me 2 turbina nga 4 të tilla, me një kapacitet prodhimi vetëm 190 megawatt.